Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, më 18 maj 2025, Muzeu Etnografik i Vlorës hapi dyert për vizitorët me hyrje falas dhe organizoi një sër aktivitetesh kulturore që tërhoqën vëmendjen e publikut vendas dhe turistëve. Kjo festë globale, organizuar çdo vit nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve, thekson rolin jetik që luajnë muzeet në shkëmbimin kulturor, edukimin dhe zhvillimin e komunitetit. Drejtori i Muzeut Etnografik të Vlorës, Skënder Spahiu, në një intervistë për Blu Televizion, shprehu kënaqësinë për interesin e shtuar të publikut. Që nga viti 1977, data 18 maj është caktuar si dita ndërkombëtare e muzeumeve, është një marrëveshje e UNESCO-s me të gjitha organizmat të ministrive të ndryshme të kulturës së shteteve të ndryshme të botës për të përcaktuar të datë dhe të gjitha muzeet e botës, si dhe në muzeet e Vlorës. Kjo ditë kujtohet dhe është një ditë aktivitetesh dhe vizitash të pa pagesë, është free. Neve në muzeet e qytetit, si në Muzeun Historik dhe në Muzeun Etnografik të qytetit, në varësi të Bashkisë së Vlorës, kemi organizuar një sër aktivitetesh në kuadër të çeljes së sezonit turistik. Janë aktivitete të cilat ndihmojnë, shtojnë dhe rrisin numrin e vizitorëve që vizitojnë Vlorën, qoftë vizitor ditor apo qoftë vizitor për pushime që kalojnë qytetin tonë, por njëkohësisht edhe neve ekspozojmë edhe elemente të ndryshëm, të cilat gjenden në fondin e muzeut, specifikisht për këtë ditë që përkujtojmë ditën ndërkombëtare të muzeve. Kjo është një ditë e cila dëshmon qartë rëndësinë dhe vlerat që ka historia, vlerat që ka arkeologjia, vlerat që ka etnokultura, etnologjia apo elemente të tjerë që ruhen dhe mbrohen me ligj në fondet e muzeumeve si elemente të trashëgimisë kulturore. Po, ne jemi pjesë e guidave turistike, Albania Guid, në gjithë Shqipërinë, për gjitha ato agjensi turistike, por njëkohësisht kemi dhe marrëveshje për zhvillimin e praktikave dhe orëve mësimore, duke ndjekur lancimin e tematikës e edukimit nëpërmjet kulturës të Ministrisë Kulturës së Shqipërisë dhe duke patur parasysh të gjitha këto element në Shqipëri dhe në qytetin e Vlorës, shikojmë trend të shtimit të rritjes së muzeumeve dhe vlerave që mbartin këto muzeumeve. Për fat të mirë, në qytetin e Vlorës është lançuar dhe ka filluar punimet për ngritjen e Muzeut Kombëtar të Hebrejve, i cili është një muze që do të dëshmojë vlerat, jo vetëm të këtij komuniteti, por vlerat e besës dhe të fisnikërisë së shqiptarëve dhe vlonjatëve për të mbrojtur këtë komunitet të rrezikuar në periudha të ndryshme të historisë. Aktivitetet përfshin ekspozita të reja, punëtori artizanale dhe guida të veçanta që prezantojnë trashëgiminë kulturore të zonës. Vizitorët patën mundësinë të njihen më nga afër me objektet e ekspozuara, që përfshin veshje tradicionale, vegla pune dhe objekte të tjera që pasqyrojnë jetën e përditshme të banorëve të Vlorës ndërshekuj. Spahiu theksoi gjithashtu rëndësinë e muzeut në promovimin e turizmit kulturor në qytet. Nëse vizitat janë të lira, janë të interesuar kryesisht për hershmërinë e lindjes së shoqërisë njerëzore në pjesën jugore të Shqipërisë, sidomos në rrethin e Vlorës, në vendbanimet e prehistorisë të qytetit të Vlorës dhe vendbanimet e mëpasme, duke patur parasysh rritjen dhe rënien e aktivitetit ekonomik dhe shoqëror apo social të periudhave të ndryshme të antikitetit dhe të mesjetës së hershme. Gjithashtu interes të veçantë ta shfaqim për veshjen karakteristike të krajinave të ndryshme të rajonit të jugut të Shqipërisë të Vlorës, për mënyrën e stilizimit të qëndisjes, por edhe të veshjeve ceremoniale, të cilat janë përdorur dhe janë stilizuar me filigram, me fjalë ose argjend të bardhë, të cilat ruhen në Muzeun Etnografik të qytetit të Vlorës. Dita ndërkombëtare e muzeve në Vlorë shënon një moment të rëndësishëm për ndërgjegjësimin e komunitetit mbi vlerat kulturore dhe historike, duke nxitur pjesëmarrjen aktive dhe edukimin përmes trashëgimisë së pasur që qyteti ofron.